thot 3 herë në mëngjes dhe 3 herë në mbrëmje, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyan, Allahu ja ka garantuar xhenetin. Hadithi sakt, po. Kush thot 3 herë në mëngjes dhe ndar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula, ose rasula. Jam I kënaqur me Allahun si Zotin tim, jam I kënaqur me Islamin si fen time, dhe jam I kënaqur me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si dërguarin e Zotit për gjithë njerëzimin. Kjo thuhet 3 herë në mëngjes dhe 3 herë në darkë, sepse ne kemi nevojë ta zgjojmë vazhdimisht subkonsciencën tonë, vetdijen tonë me këto 3 gjëra, sepse shumë gjëra ne I kemi sjellje në jetë të gabuara në raport me këto 3 fjali. Sa herë na ndodh në jetë që kemi zili, kemi smir, jemi të pakënaqur me atë që ka nda Zoti për ne, ku dëgjon etj, ndërkohë që ne kemi harruar se duhet të qenë të kënaqur me Allahun si Zot. Çdo më thoni kënaqur me Allahun si Zot, çfarë do që të vjen prej Zotit dhe not prej Zotit, duhet të qenë I kënaq. Po shumë herë në jetë, kur ke zili, kur ke smir, kur ke mendjemansi, kur ke urrëtie, pse ka ai tjetri, pse është më I bukur ai tjetri, pse ka më shumë pasuni ai tjetri, pse po ecën marr biznesat I tjetrit, pse u martu apo pse ka fëmijë. Në momentin që zhvillohet diçka brenda teje, do thotë ti nuk je I kënaqur me Allahun si Zotin tat. Se Allah ja ka dhënë atij, e ty s'ta ka dhënë. Ndërkohë që ty mund të ketë dhënë diçka tjetër që mund të jetë shumë më vlefshme se sa çfarë I ka dhënë atij tjetër, por problemi njeriu ky është. Kështu që këto 3 fjali janë faktikisht aksioma për cilat ne kemi nevojë vazhdimisht të zgjojmë ndërgjegjen tonë dhe t'i rrënjosim në subkonsciencën tonë, që në momentin më parë që na ndodh diçka në jetë, prit, se unë jam ajo kategori njerëzish që them vazhdimisht jam I kënaqur me Allahun si Zotin tim. Po kështu edhe në fe dhe në besim. Shumë gjona ndodhin në jetë dhe njeriu ndihet I ngushtuar sepse unë jam musliman, se bëj dot. I duket sikur feja po e pengon nga diçka. Oja I kënaqur me Islamin se feja jote, po atëherë pse duhet ndihesh keq që s'bën dot diçka që e bëjnë të gjithë se ty ta ndalon feja? Ose ti privohesh nga diçka që e bëjnë të gjithë sepse ty ta ndalon feja? Apo ti je I detyruar të bësh diçka ndërkohë që të tjerët janë të liruar prej saj, se ty ta obligon feja? Ku është jam I kënaqur me Islamin si fen time? Ku është? Çdo të thotë kjo fjala. Do të thotë çdo gjë që ka ardhur prej Zotit dhe pejgamberit sa sem, unë jam I kënaq dhe ajo është e vërteta, ajo është e duhura. Pavarësisht se unë ndoshta nuk jam korrekt në gjitha gjërat, ama ajo është e vërteta, ajo është e duhura. Po kështu edhe me pejgamberin sa sem si profet të Zotit, që do të thotë çdo gjë e ardhur prej tij është sikur me pas ardhur prej Zotit. Zoti nuk mund të adhurohet vetëm sipas metodikës dhe formës që e ka adhuruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është ti I kënaqur me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si I dërguar I Zotit dhe jo llafe kot. Pra pse është thënë kështu? Sepse janë fjalë të rëndësishme me të cilat ne kemi nevojë vazhdimisht të rikujtojmë vetveten se jemi të kënaqur me Allahun si Zotin ton. Prandaj dhe nuk bëjmë harame, prandaj dhe mundohemi të jemi korrekt. Jemi të kënaqur me Islamin si fen ton, për këtë arsye ndjekim rregullat e Islamit dhe jo rregullat e rrugës apo rregullat ku dëgjon të vendosura nga njerëzit. Jemi të kënaqur me pejgamberin sallallahu si profetin ton, për këtë arsye dhe jeta jon ka një, le të themi, ngjyrim të caktuar, ngjyrimin e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.